E ftuar në fan club, Loredana Brati u shpreh se ndihet keq dhe distancohet nga veprimi që ka bërë Jozi ndaj Gjestit. Ajo tha se pas kësaj ka marrë vendime, por nuk zgjodhi t'i ndante, ndërsa tregoi se nuk ka pasur një takim apo komunikim me Jozin pasi dolën nga shtëpia. Vazhdon tensioni, akoma nuk ka pasur zhvillim situata. Do kisha pritur të shija klipin, do kisha dashur ta kaloja kohën pas Big Brother me Jozin dhe të diskutonim çfarë ka ndodhur kohët e fundit. Thjesht nuk ndodhi. Akoma nuk e di mirë se ku jam. Ishte një pamje shumë e fortë që nuk është mirë që të shihej nga askush. Distancohem komplet nga sjellja që ka pasur Jozi ndaj Gjestit. Është e papranueshme dhe më vjen keq që e bëri. Familja ime ishte më shumë e preokupuar për qetësinë time, nuk pendohem për asgjë në jetë. Gjithçka ndodh për një arsye dhe duhet të ndodhte kështu. Nëse do kthehesha pas, do bëja të njëjtin rrugtim, sepse mësova. Marrëdhënia me Jozin, kam marrë një vendim, por akoma nuk dua të shprehem. Më ka bërë që të marr vendimet e mia, nuk dua të agravoj situatën, tha ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.